Unë jam Enkelida, vi nga qyteti i Ballshit dhe aktualisht studioj për farmaci. Një nga çështjet që mua më shqetëson realisht sot është largimi i shqiptarëve dhe i të rinjve nga Shqipëria. Mua kjo më frikson sepse unë të ardhmen time nuk e imagjinoj dot as në vendlindjen time ku mundësitë për ne të rinjt janë pothuajse zero. Ju, çfarë do të bëni për të nxitur punësimin e të rinjve këtu në Shqipëri dhe zhvillimin ekonomik të vendit në mënyrë që ne të mos largohemi prej këtej? Faleminderit. Sigurisht që kjo është një pyetje shumë interesante dhe komplekse dhe e gjerë. Shqetësimi juaj gjithashtu është shumë i drejtë. Kemi një aktivizim të rrjeteve kriminale të këtij lloji trafiku përmes dezinformacioneve për të krijuar idenë dhe iluzionin se atje do të pranohen, do të futen në punë, do të çojnë fëmijët në shkollë, e kështu me radhë. Ndërkohë që besoj se është bërë e qartë për gjithë opinionin publik, edhe nga autoritetet këtu, edhe nga autoritetet gjermane, që kjo është tërësisht një skemë mafioze dhe nuk ka asnjë gjë të vërtetë. Prandaj edhe unë do të bëj edhe një herë thirrje të gjithëve të mos bien viktime këtyre mashtrimeve, sepse theksoj edhe një herë, do të kthehen përsëri në Shqipëri, po do të kthehen më të varfër se sa nisën, sepse e dim që për të ikur do duhet paguaj, do duhet shesin ndoshta dhe shtëpitë e tyre. Kjo është një situatë kalimtare, është një situatë që do ta kalojmë të gjithë së bashku, jo duke ju larguar të vërtetave, po duke i parë ato në sy. Kemi dëgjuar se opozita ka ngritur këtë shqetësim me shumë forcë dhe ka shumë të drejtë në një kuptim, siç keni edhe ju shumë të drejtë në shqetësimin tuaj të sinqertë, por kjo situatë ekonomike nuk besoj se ishte më e mirë përpara 2 vitesh. Ju do të thoni që po mirë zoti Meta se ju keni qenë koalicion me zotin Berisha dhe unë po ju them përsëri se kam qenë koalicion me zotin Berisha dhe i kam thënë zotit Berisha që më përpara se nuk duhet të paraqisim situatën roz dhe me eufori, siç për fat keq paraqitej që Shqipëria ishte vetmja që nuk preke nga kriza dhe që ecte hap pas hapi me Gjermaninë, por të ishim të kujdesshëm sepse elementet e krizës po rëndoheshin dhe realizimi i financimeve të pajustifikuara me rritjen ekonomike dhe me rritjen e të ardhurave, sigurisht do të kishte efekte mjaft rënduese dhe kjo ndodhi për fat keq. Pati shpenzime marramëndse, sidomos në prag të fushatës dhe në pas një situatë mjaft kritike që detyroi qeverinë e re për të realizuar dhe një program së bashku me Fondin Monetar Ndërkombëtar, por edhe me Bankën Botërore për të arritur stabilizimin e financave publike. Dhe ky është një proces i cili po ecën në rrugën e duhur. Pjesën do të thosha më të vështirë të këtyre reformave të domosdoshme mund të them se kemi lënë pas dhe jam i bindur që do të shikojmë frutet e një rritje më të madhe ekonomike, e cila do të na krijojë mundësinë edhe për të realizuar një rritje më të madhe të vendeve të punës. Sigurisht prioritet duhet të kenë ato deg që rrisin më shumë ekonominë e vendit, por njëkohësisht edhe garantojnë një shpërndarje më të gjerë të ardhurave në të gjithë popullsinë, sikurse është bujqësia, është agroturizmi, është vetë turizmi e kështu me radhë. Unë jam i sigurt që jemi në rrugën e duhur dhe për këtë na duhet dhe mbështetja juaj, për këtë na duhet edhe një cilësi më e lartë e sistemit ton universitar, sepse në mënyrë që ne të kemi në Shqipëri edhe investime më cilësore, do të na duhet të kemi edhe një treg pune i cili është i këtij niveli, sepse çdo
investitor ka nevojë dhe kërkon edhe një fuqi punëtore sa më të kualifikuar. Për shembull, kërkesat e jashtëzakonshme ka në fushën e IT-s, por ne ende nuk kemi një mundësi të tillë për të ofruar kaq shumë të rinj dhe të reja, të cilët kanë formimin dhe kualifikimin e duhur në këtë fushë dhe në shumë fusha të tilla të kohës. Por unë besoj që këto reforma që po bëjmë, po e çojnë vendin në drejtimin e duhur, që do të thotë edhe ekonomia të eci në rrugën e duhur,